Ku i kanë gratë pikën më dopt? Ku e kanë? Gratë pikën më dopt e kanë që Allah i misprovu në evlat. Për shembull, kur një grujës i vdek fëmija në bark, ose kur një grujës ka në abort, ose një grujës kur i vdes fëmija i posa lindur, e mbyt psikikisht. Do të thonë e shkatron psikikisht. Është e dokumentuar kjo. Do të thonë është e faktuar edhe jo rastësisht që ka ditë pejgamberit alayhis salatu sallam. Edhe pejgamberi alayhis salatu sallam e dike se shumë janë dopta në këtë pikë dhe tha: asaj grujës që i vdesin 3 fëmijë para moshës pubertetit, këtu hyjnë edhe ato abortet që i kanë gratë, te që kja ditë. Thot që ato 3 fëmijë kanë mi umbom buloj për mos me mujt me hinë xhenem. Do të thonë që ato fëmijë ty kanë me ta mundsu me hinë xhenet. Edhe njëna për atyve që i këshim pas dek 2 fëmijë i thot: po 2 ja Resulallah. Thot edhe 2, e disa dietar thonë edhe nëse një fëmijë ka dek një grujës para moshës pubertetit, që ja ka marrë loçkën e zemrës, do të thonë Allah azza wa jall, çaj fëmia jot ka mu bon nesër, nëse ke qenë musliman, edhe musliman ka mu bon burroj teti te Allah azza wa jall, që Allah azza wa jall mos me shtynë xhenem edhe me ta dhënë xhenetin. Do thonë di kemi prekim pikën e dopt pejgamberi alayhis salatu wasalam. Do të thonë hoxha Libecina i cili di me ta prek pikën më dopt për me arrit me ta dhënë një mësim të madh.